Mirë, jemi rikthyer në studio, do të na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë zoti Riza Hashimi, specialist i sigurimeve shoqërore. Zoti Hashimi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje Ada dhe faleminderit dhe juve për ftesën. Zoti Hashimi, të ndalemi pak tek skema suplementare për të kuptuar se si llogaritet pra pensioni suplementar dhe kategoritë të cilat e përfitojnë. Janë tre kategori apo jo? Minatorët, ish ushtarakët dhe metalurgët. Ja pensionat e lartë të shtetit. Do janë disa kategori të punësuarit të siguruarit, personat siguruar të cilët përveç pensionit të pleqërisë në kushtet kur ata janë në kushtet e përfitimit të një pensioni pleqërie apo pensioni invaliditeti apo pensioni familjar, në shkak të pensioneve suplementare dhe kontributeve suplementare, përfitojnë edhe nga skema suplementare të ndryshme, siç janë, po them si ju përmendët dhe ju, gjithë personat të cilët do kryejnë funksione kushtetuese të veçanta dhe të punonjësve të shtetit, apo personat e siguruar siç janë minatorët e murtorëve, metalurgët, apo dhe punonjësit e industrisë së naftës, apo dhe ushtarakët e forcave të mbrojtjes të Ministrisë së Brendshme, apo dhe të mbrojtjes kundër zjarrit. Janë një grup kategorish të cilët përveç pensionit të pleqërisë apo përfitimet që rritin nga ligji për sigurimet shoqërore, marrin edhe një shtesë pensionit suplementar dhe në mënyrë llogaritjes ndryshon për secilin nga skemat e sigurimit suplementar. Nuk është e njëjtë, po them, llogaritja apo kushtet e përfitimit të pensionit suplementar për punonjësit që personat që kryejnë funksione kushtetuese të veçanta apo punonjësit e shtetit, nuk është e njëjtë mënyra e llogaritjes apo kushtet për të përfituar pension suplementar për minatorët, për metalurgët apo dhe për punonjësit e industrisë së naftës dhe edhe që do thoya edhe për ushtarakët, të cilët kanë kushtet të ndryshme përfitimi dhe kuptohet dhe mënyra e llogaritjes së përfitimit suplementar është i ndryshëm. Dhe të skema suplementare, në të treja rastet kemi një kufizim që ka të bëjë me masën e pensionit të pleqërisë apo me pakën referuese, siç janë, po them, për pension suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit. Pra kushtet dhe masa, rrjedhimisht edhe masa e përfitimit është e ndryshme për secilën nga kategoritë. Por ndërkohë, sa i takon kritereve që duhet të përmbushin, pensioni suplementar aplikohet në momentin që është përmbushur kriteri moshor, që do thotë ata e përfitojnë në momentin që mbushin moshën e daljes në pension, burrat 65 vjeç dhe gratë 61 vjeç e 10 muaj, apo e përfitojnë më herët apo më vonë? E përmenda pak më herët që çdo skemë suplementare ka dhe kushte të ndryshme. Edhe këtu përfshihet edhe kriteri moshor. Këtu përfshihet edhe kriteri moshor. Nëse bëhet fjalë për pensione suplementare të personave të cilët kryejnë funksione kushtetuese apo të punonjësve të shtetit, mosha për të përfituar një pension suplementar është 60 vjeç, si për burrat ashtu edhe për gratë, dhe duke filluar nga viti 2032 do të rritet çdo vit 6 muaj derisa të shkojë në kufirin e moshës së 63 vjeç. Gjithashtu për personat që kryejnë funksione kushtetuese, ata mund ta përfitojnë jo vetëm në kohën kur ndërpresin marrëdhëniet me këtë funksion kushtetues, por edhe në kohën kur plotësojnë moshën, po them sot 60 vjeç, por edhe në kushtet kur janë në kushtet e përfitimit të një pensioni invaliditeti që rrjedh nga ligji bazë për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, nga ligji 7703 vitit 93 i ndryshuar. Ndërsa nëse do të shikojmë dhe do të trajtojmë pensionet suplementare të ushtarakëve, ata kanë kushte të tjera, normalisht përfitimi suplementar mbi shtetën e pensionit e marrin në kohën kur ata plotësojnë kushtet për një pension pleqërie apo dhe kushtet për një pension invaliditeti apo kushtet për një pension familjar, por në veçanti nga kategoria e parë, ish ushtarakët përveç momentit që përfitojnë një pension suplementar, në kohën kur ata plotësojnë në kushtet e një përfitimi nga skema e sigurimit shoqëror të detyrueshëm, përfitojnë edhe pension të parakohshëm, po them në moshën 47 vjeç burri, 22 vjeç gruaja,
deri në kohën e plotësimit të moshës të pensionit pleqërie dhe me kriteret që të kenë burri të ketë 15 vjet në funksionet ushtarake, në detyrat që përcakton ligji ushtarake dhe gruaja 12 vjet vidhësi punë gjithmonë në këto kushte. Dhe këtë përfitim të pension të parakohshëm e marrin deri në kohën kur plotësojnë kushtet sipas nënimeve të dytë të ligjit 7703 të vitit të tretë për të përfituar një pension pleqërie ose në kohën kur ata janë në kushtet e përfitimit të një pensioni të invaliditeti. Në momentin që janë në kushtet e një përfitimit të një pensioni, të një kategorie pensioni nga ligji bazë, normalisht përfitojnë një pension e që ndodh nga pensioni parakohshëm dhe përfitojnë përveç pensionit të pleqërisë apo përveç pensionit të invaliditetit, nëse janë në kushtet e përfitimit të pensionit të invaliditetit, përfitojnë edhe një pension suplementar që ka një mënyrë llogaritje ndryshe nga personat po them që kryejnë funksione kushtetuese apo nga personat që janë të përfshirë në ligjin e pensioneve suplementare, siç janë dhe punonësit e shtetit, kategorive të caktuar në vendimin e kësaj të ministrave. Sa i përket kategorisë tjetër, që bëhet fjalë për pensione suplementare të inspiratorëve në tokë apo të metalurgëve apo edhe të punonësve të industrisë së naftës, kriteri për të përfituar pensione suplementare mbi pensionet e pleqërisë, gjithmonë përsëri mbi pensionet e pleqërisë apo mbi pensionet e invaliditetit në kohën kur janë në kushtet e përfitimit të pensionit invaliditeti, kuptohet që këto e përfitojnë në momentin që plotësojnë në kushtet ligjore për të përfituar një pension pleqërie. Dhe ndryshon edhe mënyra e llogaritjes edhe për personat që kanë në funksione kushtetuese, për punonësit e shtetit, për implementatorët dhe për minatorët, metalurgët dhe punonësit e industrisë së naftës kanë të njëjtën mënyrë llogaritje, nuk kanë të njëjtën llogaritje dhe kontributet që paguajnë janë ndryshe nga për çdo skemë dhe për çdo kategori që janë në skemën e sigurimit suplementar. Pra ka diferencime për secilën kategori, jo vetëm në momentin që paguhen kontributet, por edhe në momentin që llogaritet përfitimi suplementar, pra nuk është i njëjtë. Zoti Hashimi, duhet marrë parasysh edhe ato që është thënë për gjatë kësaj periudhe kur është paralajmëruar rishikimi i skemës aktuale të pensioneve. Është vënë në dukje që një ndër aspektet që mund të rishihet, që mund të ndryshohet, është pikërisht skema suplementare e pensioneve. Ka kosto të lartë kjo skemë në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në buxhetin e shtetit? Këto skema suplementare normalisht financohen nga buxheti i shtetit dhe nga skema kontributive, që ka të bëjë me pjesën kontributive të ligjit bazë të sigurimeve shoqërore. Por dua të theksoj që për të cilën skemë, çdo person i cili është i përfshirë në skemën e sigurimit suplementar, gjatë kohës që kryen një funksion kushtetues apo gjatë kohës që është ish ushtarak, është punonjës i shtetit i paraqituar në vendimin e Këshillit të Ministrave apo ish minator në tokë, apo gjatë kohës që është metalurg apo punonjës i industrisë së naftës, paguan dhe kontribute shtesë, nëse një i punësuar paguan 27.9% kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, një person që përfshihet në skemën e sigurimit suplementar paguan dhe një kontribut shtesë gjatë gjithë periudhës së vet që ai është në këtë pozicion e punës. Dhe më pas i niset drejta në bazë të kontributeve që ai paguan të përfitoj edhe përfitime suplementare apo pensione suplementare si shpjeguam edhe më herët. Në fakt, një skemë e cila përballohet më shumë financohet nga buxheti i shtetit është skema e sigurimit të pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit. Sot rreth 50% e shpenzimeve që ka përfshirë në këtë skemë përballohen nga buxheti i shtetit. Vërtet, her pas here Këshilli i Ministrave ka ndërhyrë dhe ka bërë të mundur zgjerimin e skemës, duke futur dhe kategori të tjera të ndryshme të punonjësve të shtetit, të cilët paguajnë në kontribute suplementare dhe një nga kushtet për të përfituar një pension suplementar për punonjësit e shtetit, që përfshihen në ligjin 897 i vitit 1996. Jashtë për pensione shtetërore suplementare, ashtu që duhet të ketë edhe 5 vjet sigurime suplementare
në këtë kategori. Normalisht, unë mendoj dhe ndryshimet dhe strategjia që duke u përgatitur nga Këshillimi i Ministrave në fushën e pensioneve, ndoshta do ndryhet edhe në skemën e sigurimeve suplementare, ndoshta duke zgjeruar skemën kontributive të sektorit suplementar, kryesisht në pensione shtetërore suplementare. Çfarë do të thotë, duke rritur nivelin e kontributeve për këtë skemë? Jo, nuk do të isha dakord me rritjen e niveles të kontributeve, se normalisht një mas kontributi për 5% është e mjaftueshme, do të thoja unë, për të përballuar një skemën dhe për të patur një balancim midis të ardhurave dhe shpenzimeve, por duke zgjeruar skemën kontributive, duke futur në këtë skemë jo vetëm punonjësit e institucioneve qendrore, që janë të përfshirë sot në skemën e sigurimit suplementar shtetëror, por dhe punonjës të tjerë gjithmonë shtetëror. Të fundmi, në dijenin time është futur si kategori të skemën dhe persona të cilët janë specialistë në të përcaktuara në ligj në bankat e nivelit të dytë. Domethënë nuk është se është mjaftuar vetëm me personat të cilët janë të punësuar në shtet. Duke zgjeruar në skemë, duke futur në skemë sa më shumë personë të paguajnë kontribute e sigurimit suplementare, normalisht dhe skema do jetë më e qëndrueshme dhe do kemi një balancim. Pra ju jeni për një zgjerim të bazës së kontribuesve për të përfituar nga skema suplementare? Jo do bënte të mundur që punonjësit e shtetit e para njëherë të kishin një garanci për një pension më dinjitos, dhe ky është qëllimi i strategjisë kombëtare në fushën e pensioneve, që edhe mënyra e llogaritjes së një përfitimi në skemën e sigurimit shoqëror për dhe atë suplementar, të kemi një pension më dinjitos dhe t'i afrohet, po them, kontributit që paguan çdo person i punësuar, të kthehen mbrapsht gjatë kohës që ai është në kushtet e përfitimit. Mirë, gjykoni që duhet bërë një gjë e tillë edhe për përfaqësuesit tanë në parlament, që do thotë deputetët të cilët prej gati 2 vitesh kanë rrogat majme, rrjedhimisht do të akordohet, le të themi, edhe një pension suplementar i majm. Mund ta, le të themi, edhe për ata që na ndjekin, se sa mund të dalë pensioni suplementar për këtë kategori që mund të ketë 2 vite, apo një mandat 4 vjeçar në parlament, apo 2 mandate? Sa do të përfitojnë ata në momentin që dalin në pension? Nëse flasim vetëm për deputetët, sepse ligji 897 në vitin 96 nuk përfshin vetëm deputetët, por përfshin një kategori më të gjerë të punonjësve që kryejnë funksione kushtetuese, por nëse ndalemi vetëm në deputetit, ata sipas ligjit në moshën 60 vjeçare kuptohet kur kanë ndërprerë detyrën apo funksionet e tyre kushtetues, si deputet apo dhe një funksion tjetër kushtetues, ose kur janë në kushtet e përfitimit të një pensioni pleqërie apo pensioni invaliditeti, përfitojnë 20% të pagës referuese për 2 vitet e para dhe 5% për çdo vit më shumë se sa 2 vjet. Por gjithsesi ka 2 kufizime. Ka kufizimi i parë është që nuk duhet të jetë më shumë masa e pensionit suplementar se sa 50% e pagës referuese. Paga referuese është paga e muajit të fundit për funksion, paga e deputetit, dhe një kufizim të dytë që parashikon ligji që masa e pensionit suplementar plus masa e pensionit të pleqërisë apo pensionit të invaliditetit nuk duhet të jetë më e lartë se 75% e pagës referuese. Ka këto 2 kufizime që i parashikon ligji. Megjithatë, nëse i referohemi këtyre kritereve, atëherë i bie një masë pensioni suplementare që mund të arrijë mbi 60.000 lekë në muaj, apo jo? Apo më tepër? Po normalisht arrin më shumë se sa 60.000 lekë, më shumë se 100.000 lekë do të thonë. Më shumë se 100.000 lekë. Që ajo varet nga vitet që ka... Vitet që mund të ketë në parlament, po. Nëse ka, po them, 8 vjet, deputet normalisht kufizohet me 50% të pagës referuese dhe shkon më shumë se sa 100.000 lekë. Por kemi parasysh që vërtet për një pagë më të lartë referuese, por
pikërisht mbi këtë pagë të lartë referuese, çdo deputet paguan një kontribut suplementar 5% më shumë se sa një noter në skemën e sigurimit shoqëror të detyrueshëm. Kemi një kufizim që nuk mund të paguajë një person i punësuar, edhe në rastin e deputetit, më shumë se sa paga maksimale, që është sot 176.416 lekë, pavarësisht se deputeti ka pagën më të lartë 176.416 lekë, kontributi që paguan për sigurimet shoqërore, edhe duke përfituar skemën e pensioneve të dy kategorive, normalisht nuk mund të paguajë kontribute më shumë se sa paga maksimale dhe nuk llogaritej as përfitimi, nuk llogaritej po them bazë vlerësueshme më shumë se sa kjo pagë maksimale. Kurse për kontributet komplementare, një deputet, meqenëse po ndalen me një deputetet, po është një kategori e vogël në krahasim me skemën e gjerë të përfshirjes së pensioneve shtetërore suplementare, paguan 5% në muaj të pagës që ai ka të muajit të fundit, të muajit korrekt, të pagës referuese bruto. Kështu që kontributet që paguan gjatë po them 2 mandateve, po marrim rastin maksimal të 50% të llogaritjes së pagës referuese në kushtet kur do të jemi në kushtet e përfitimit, janë kontribute të larta të cilët kalojnë në arkën e sigurimeve shoqërore të ndara, po them, nga skema kontributive e detyrueshme që vjen nga ligji i bazës 7704. Zotë Hashimi, meqense jemi në minutat e fundit, do më lejoni që t'ju bëj edhe një pyetje lidhur me faktin apo metodologjinë që aplikohet për llogaritjen e pensionit suplementar. Në mënyrë të vazhdueshme, edhe nga ekspertët në studio, pa diskutim, unë u adresoj këtë pyetje si profesionist i fushës, por pa ju veshur asnjë lloj përgjegjësie, sepse ju jeni në drejtorinë rajonale, por si profesionist i fushës. Duke qenë se në mënyrë të vazhdueshme është ngritur shqetësimi që vetë qytetarët, vetë ekspertët, të kenë mundësi që të bëjnë për llogaritjen e masës së përfitimit që ju lind në momentin që plotësojnë kushtet për dalë në pension. Kjo vlen jo vetëm për pensionin e pleqërisë, por edhe për metodologjinë që aplikon ISSH për pensionin suplementar. Pse është e vështirë, pra pse nuk ka një formulë të publikuar, pra të bërë transparente për të gjithë ata që mund të jenë në këto kushte, që të kenë mundësinë që ta bëjnë vetë llogaritjen dhe të njihen me masën e përfitimit në momentin që dalin në pension. Ne kemi thënë në shumë emisione mënyrën e llogaritjes së përfitimit edhe për pensionin e pleqërisë. Por po tjetë për publikimin e formulës, e ka parashikuar ligji, nuk është as po e japim dhe në emisionin tuaj, me titra se si është formula e llogaritjes së pensionit të pleqërisë. Por për çdo qytetar nuk është aq e thjeshtë, ka qytetar që e llogarisin vetë masën fillestare të pensionit, se nuk është e vështirë, shumë i thjeshtë, por jo të gjithë po them kanë një uri të nevojshme për të bërë të mundur llogaritjen e masës fillestare të pensionit. Megjithatë, ndoshta në emisionin tjetër jap edhe formulën se si llogaritet masa e pensionit të pleqërisë, e cila është shumë e thjeshtë. Edhe e njëjta gjë për pensionin suplementar, pra për pensionet suplementare janë shumë të thjeshta për të llogaritur. Nëse bëhet fjalë për pensionet suplementare, unë ju kam dërguar juve një material që atje dhe formula e llogaritjes për çdo kategori pensionit suplementar, po them pension suplementar për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione plotësuese, apo për ushtarakët, terminatorët, nëntokët, për metalurgët, shumë të thjeshta, sepse kemi një pagë referuese dhe një përqindje dhe vite kontributive. Po them për rastin e pensionit suplementar të ushtarakëve, që ushtarakët kryejnë vetë të kalkulim të thjeshtë, pensionit suplementar është referuese për gradën e fundit që ka patur ish ushtaraku, bëhet fjalë pagë referuese të caktuar nga institucioni ushtarak, indeksohet në përqindje 1% për çdo vit ushtarak. Kaq është masa e pensionit suplementar të ushtarakut. Një veprim aritmetikor i thjeshtë. Vetëm ndryshim është se kjo kufizohet më pas me 50% të masës së pensionit të pleqërisë.
apo për minatorin në tokë është 1% për çdo vit minator në tokë të masës së pensionit të fuqirisë, apo 0,6% është për metalurgun apo edhe për punonësit e industrisë së naftës. Për sa i përket pensioneve të tjera shtetërore suplementare, ka mënyra të ndryshme për çdo kategori, po them për presidentin llogaritë ndryshme masa e pensionit suplementar, për deputetin llogaritë ndryshe, për ministra ndryshe, pra në varësi të kategorive. Mirë, Zoti Hashimi, unë shpresoj që në emisionin e radhës, pra në emisionet në vijim, t'ju kem në studio për ta demonstruar, për ta ilustruar të gjithë formulën hap pas hapi, por edhe për të prezentuar këtë program që ju thatë që ju mundson të gjithë atyre që mund t'jenë në prag pensioni për t'u njohur me masën e përfitimit. Kështu që ju pres në studio intervistën e radhës për ta shpalosur në mënyrë të detajuar. Po, do t'jem në studio dhe do shpjegoj se si llogaritet një pension preqëria për pension invaliditeti. Jeni mirë pritur dhe pa diskutime vlerësoj gjithnjë rolin dhe kontributin tuaj për këtë emision. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Mirë, kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët. Takimi i radhës do të jetë ditën e hënë në orën 16. Deri atëherë miru takopshim.